Teksa jemi vetëm një ditë larg finales së madhe të Big Brother VIP 5, tensioni dhe kurioziteti i publikut kanë arritur kulmin. Por, orët e fundit, rrjeti social TikTok po zihen nga një lajm i bujshëm dhe mjaft skandaloz që po shpërndahet me shpejtësi mes ndjekësve të formatit. Sipas kësaj teorie që po qarkullon masivisht, pretendohet se Rogertit i është njoftuar paraprakisht se nuk do të jetë ai fituesi i çmimit të madh të këtij sezoni. Në këmbin të kësaj, aludohet se atij i është ofruar një shifër e konsiderueshme monetare për të krijuar një skandal të qëllimshëm apo përplasje të fortë gjatë spektaklit. Ky skenar i supozuar po krahasohet menjëherë nga fansat me situatën e tensionuar që ndodhi mes Jozit dhe Gjestit gjatë sezonit të kaluar, duke ngritur dyshime për një tjetër finale plot drama. E vërtet apo thjesht aludim? Pavarësisht bujës së madhe që ka marrë ky lajm në rrjetet sociale, është e rëndësishme të theksohet se gjithçka mbetet në kuadrin e thashëthemeve dhe teorive konspirative të ngritura nga vetë ndjekësit e spektaklit. Deri më tani, ky pretendim nuk bazohet në asnjë fakt apo provë konkrete, duke mbetur thjesht një zhurmë tipike e rrjetit që paraprin ngjarjet e mëdha televizive. Mbetet për t'u parë nesër mbrëma se si do të shkojë vërteta e finales dhe a do të ketë vërtet të papritura të këtij kalibri.